Përshëndetje të gjithëve. Në radhë parë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe duke qenë se jemi dhe në fillim viti, më lejoni që t'ju përcjell urimet më të mira dhe natyrisht dhe sa më shumë lajme të mira edhe për ekonominë shqiptare për këtë vit. Sot jemi përpara jush me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve zotin Ilir Binaj për të ndarë së bashku një nga aspektet më të rëndësishme, siç është angazhimi ynë në luftën kundër informalitetit, me qëllim jo vetëm garantimin e një konkurrence të ndershme, por edhe mbrojtjen e konsumatorëve shqiptar. Sikurse jeni në ndjeni, ne jemi tashmë në vitin e dytë të zbatimit të strategjisë afatmesme të ardhurave, e cila do të shtrihet deri në vitin 2027. Zbatimi i kësaj strategjie, e cila tashmë është dakordsuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por edhe me Bashkimin Evropian, synon jo vetëm rritjen e të ardhurave, por edhe një administrim më të mirë fiskal, natyrisht pa ndryshuar normat tatimore për gjatë periudhës që do të shtrihet kjo strategji. Pjesë e objektivave të kësaj strategjie është padyshim edhe rritja e formalizimit në sektorët kyç të ekonomisë, por që rezultojnë me risk të lartë, siç është sektori i turizmit apo dhe sektori i ndërtimit. Dëshirojmë të ndajmë me ju dhe nëpërmjet jush edhe me publikun e gjerë disa nga masat konkrete që ne si Ministri e Financave së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve jemi duke ndërmarrë në linjë me strategjinë afatmesme të ardhurave. Rezultatet të cilat ishin tejet pozitive vitin e kaluar në luftën kundër informalitetit në sektorin e turizmit, ishin pikërisht një piknisje e mirë e cila konfirmon edhe një herë potencialin që ka ky sektor si një nga motorët kryesor të zhvillimit ekonomik të vendit. Më konkretisht, numri mesatar i punojësve për periudhën janar-shtator 2025 u rrit me 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, pra janar-shtator 2024. Gjithashtu, edhe fondi i pagave në këtë sektor u rrit me 18%, duke arritur në rreth 162 milion euro, ndërkohë që të njëjtin trend rritës kanë pasur edhe kontributet nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 18%, duke arritur në rreth 46 milion euro. Në sektorin e turizmit, kemi edhe një rritje të arktimit të TVSH-s në masën 22%, duke arritur në rreth 40 milion euro për periudhën e vitit 2025 në krahasim me vitin 2024. E bëra këtë paraqitje të këtyre shifrave, pasi kjo qasje duhet vlen fakt edhe për sektorin e ndërtimit, i cili gjithashtu kërkon një angazhim të shtuar për të siguruar zbatimin e ligjit dhe operimin e këtij sektori sipas kërkesave të tregut. Përse e them këtë? Vetëm pak kohë më parë, administrata tatimore, nga një aksion që ushtroi në aktivitetin e disa prej agjensive më të mëdha imobiliare në vend, ka evidentuar shkelje të rënda. Dhe në fakt, shkelje nuk janë vetëm një dëm i shkaktuar ndaj buxhetit shtetit, por është një dëm që shkaktohet edhe ndaj qytetarëve shqiptar, në të cilën në jo pak raste janë përballur me mungesë transparence të çmimeve apo mos lëshim të faturave, si dhe shkeljet kanë të bëjnë edhe me punojësit që punojnë në këto agjenci imobiliare, të cilëve ju mohohet deklarimi i pagave reale, duke kontribuar më pak në skemën e pensioneve, të cilat më pas përkthehen pasaj edhe në pensione më të ulta në një moment të dytë. Ndaj edhe objektivat e administratës tatimore, për këtë plan sektorial, do të orientohen kryesisht në formalizimin e tregut të punës, në deklarimin e pagave reale, por natyrisht edhe në rritjen e deklarimeve dhe të qarkullimit të xhiros së bizneseve që operojnë në sektorin e ndërtimit. Sipas planit sektorial, në sektorin e ndërtimit, ne kemi evidentuar 8.784 subjekte aktive, pjesa më e madhe cilave ushtron aktivitetin në Tiranë dhe në Durrës.
Është konstatuar se nga ky numër total i këtyre subjekteve, rreth 25% e tyre i paguajnë punojësve paga të cilat variojnë nga 400 deri në 500 euro. Për fat keq, shifra 25% e 8.700 ca subjekteve është një shifër tepër e lartë në një kohë kur që të gjithë jemi të vetëdijshëm se tregu ofron krejtësisht paga të tjera, të cilat janë më të larta. Nisur nga këto dhëna të grumbulluara, administrata tatimore në muajin nëntor 2025 ndërmori një nisëm të ndërgjegjësimit të këtyre subjekteve, pasi në fakt në themel të punës tonë nuk është ndëshkimi i bizneseve, por është ndërgjegjësimi i tyre në mënyrë që të përmbushin në mënyrë vullnetare detyrimet tatimore. Janë dërguar 13.418 mesazhe të personalizuara ndaj subjekteve që operojnë në sektorin e ndërtimit apo ato biznese të cilët janë të angazhuar në zinxhirin furnizues të këtij sektori. Pas mesazheve ndërgjegjësuese, në fakt një pjesë e mirë e subjekteve kanë reflektuar dhe më konkretisht për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit. Në muajin dhjetor 2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Po kështu, edhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në muajin dhjetor 2025 u rritën me rreth 4% krahasuar me muajin shtator 2025. Nga ana tjetër kemi pasur edhe një reflektim pozitiv për sa i përket uljes së numrit të punojësve, të cilët paguan midis fashës 400 edhe 500 euro. Ulja e këtij numri ka qenë modeste, 7%, që është një sinjal pozitiv, por jo i mjaftueshëm. Gjithë jemi të vetëdijshëm se ky sektor vuan mungesën e krahut të punës dhe pikërisht pagat të cilat deklarohen në këtë sektor nuk reflektojnë realitetin që përballet sektori i ndërtimit. Një tjetër lajm pozitiv është i pas mesazheve ndërgjegjësuese të dërguara nga administrata tatimore, kemi një rritje të numrit të punojësve të cilët paguhen midis fashave 700 dhe 1000 euro, dhe kjo rritje ka qenë domethënse rreth 18%, ndërkohë që kemi edhe një rritje të pagave të punojësve të cilët paguhen mbi 120.000 lekë, dhe kjo rritje po ashtu ka qenë domethënse me mbi 10%. Megjithatë, disa biznese i kanë reflektuar, ndërkohë që kemi subjekte të cilat ende nuk kanë reflektuar ndaj mesazheve të ndërgjegjësimit që ka dërguar administrata tatimore. Këto subjekte tashmë janë identifikuar dhe do të jenë objekt kontrolli i thelluar nga administrata tatimore. Ndaj gjej edhe rastin në këtë konferencë që t'ju bëj edhe një thirrje të fundit këtyre subjekteve që të bëjnë reflektimet e duara dhe të përmbushin vullnetarisht të gjitha detyrimet të cilat ju angarkon ligji. Tani unë po ja kaloj fjalën drejtorit të përgjithshëm të tatimeve për të dhënë më shumë detaje në lidhje me vazhdimsinë e zbatimit të planit sektorial dhe pas drejtorit mund të marrim gjitha pyetjet eventuale që mund të keni në drejtim të Ministrisë Financave apo dhe të drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Ju falemnderit. Përshëndetje, nderuar zot ministër, të nderuar gazetar. Lufta ndaj informalitetit në funksion të rritjes së pensioneve mbetet një nga prioritetet kryesore të administratës tatimore edhe gjatë vitit 2026, së bashku me dy prioritete të tjera po aq të rëndësishme që janë zbatimi i paketës së re fiskale, paqja fiskale, falja e detyrimeve, rimbursimi i divas për individët, rimbursimi i TVSH-s për fermerët dhe gjithashtu harmonizimi i legjislacionit ton me BE-n në lidhje me kapitullin e 16 tatimet. Aksioni ndaj informalitetit në ndërtim filloi me një fazë informuese me takime me dhomat kryesore të tregtisë gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 2025. Mëtej, administrata tatimore, pas një analize të kujdesshme, publikoi
pagat indikative në sektorin e ndërtimit që afektonin rreth 120.000 punonjës dhe ftoi rreth 14.000 bizneset përfshira në këtë sektor të reflektonin duke deklaruar pagat reale deri në 15 janar 2026. Nga deklarimet e bëra për pagat në 20 janar 2026, rezulton një rritje moderuar e fondit pagave prej 9% krahasuar me shtator 2025. Kuptohet që kjo është larg prishmërive tona, prandaj aksioni për formalizimin e pagave në sektorin e ndërtimit do të vazhdojë. Faza e parë e këtij plani sapo ka filluar dhe ka të bëjë me mbledhjen e të dhënave të çmimeve të shitjes së agjencive imobiliare, por edhe formalizimin e tyre. Nga aksioni organizuar nga strukturat e hetimit dhe kontrollit në terren, u morën databazat e çmimeve reale të shitjes nga agjencitë kryesore imobiliare, të cilat do të përdoren për të rivlerësuar të gjitha ato ndërtues apo në kontraktorë të tyre të cilët nuk deklarojnë pagat reale të punonjësve. Faza e dytë e këtij plani do të fokusohet te nënkontraktorët të cilët nuk kanë reflektuar në lidhje me pagat dhe ndaj tyre do të bëhen rivlerësime me çmimet reale të shitjes. Ndërkohë do të investigohet burimi i financimit. Transaksionet e dyshimta do të raportohen te drejtoria e parandalimit të pastrimit të parave për veprimet më të mëtejshme. Faza e tretë e këtij plani do të fokusohet te ndërtuesit. Drejtoria e risku do të identifikojë ata ndërtues të cilët nuk kanë reflektuar në dy fazat e para dhe do të kontrollohen duke përdorur informacionet e marra nga agjencitë imobiliare, të dhëna nga furnitorët, duke bërë një analizë të thelluar të financimit, qoftë për vete, qoftë për blerësit e tyre. Informimi i bizneseve në sektorin e ndërtimit në lidhje me pritshmëritë e administratës tatimore do të jetë intensiv për të edukuar tatim-paguesit drejt vetkorrigjimit. Qëllimi i administratës tatimore është gjithmonë edukimi i bizneseve drejt formalizimit, jo penalizimi i tyre. Por në rastet kur nuk ka reflektim, do të merren masat përkatëse në përputhje me legjislacionin tatimor. Aksioni është planifikuar të përfundojë në 23 maj 2026. Përveç ndërtimit, në fokus të përpjekjes së vazhdueshme për formalizimin e tregut, do të vazhdojë të mbetet turizmi dhe siguria ushqimore për të cilat po përgatiten plane operacionale specifike. Si risi për vitin 2026 do të jetë trajtimi i informacioneve që na vijnë nga palët e treta në kuadër të shkëmbimit të informacionit AEOI për të dhënat bankare me rreth 80 vende. Të dhënat e bankave të huaja për shtetet shqiptar do të kontrollohen në lidhje me deklarimin personal të të ardhurave nga strukturat tona të specializuara. Akti i mosdeklarimit të pagës në sytë administratës tatimore është shumë i rëndë dhe si i tillë do të trajtohet. Ne do të përdorim të gjithë fuqinë që na jep ligji për të dekurajuar evazionin që lidhet me kontributet për pension. Si përfundim, aksioni kundër informalitetit të pagave në ndërtim ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme, por për të arritur qëllimin e përbashkët kërkohet angazhimi të gjithëve, institucionet, bizneset, qytetarët, të cilët mund na japin kontribut të vlefshëm duke denoncuar fenomenin e mosdeklarimit real të pagave në kanalet zyrtare të komunikimit të administratës tatimore. Për këtë qëllim ne kemi një adresë të dedikuar puna informale e tatime.gov.al. Mund të na ndihmoni me informacione në lidhje me informalitetin në tregun e punës. Ndërkohë shumë shpejt do të lançojmë një aplikacion për telefonat për ta bërë sa më të thjeshtë denoncimin e rasteve abuzive. Vetëm përmes një angazhimi të përbashkët mund të arrihet ndryshimi i qëndrueshëm që na nevojitet për ndërtuar një shoqëri më të drejtë, një klimë më të mirë për biznesin dhe një ekonomi më të fortë, ku çdo punonjës dhe pensionist ka mundësi të shpërblehet në mënyrë dinjitoze për kontributin e dhënë. Faleminderit. Përshëndetje, Neritan Gjergo nga Euronews Albania. Tani me që u diskutua për ndërtimin, pak ditë më parë, duke në ushtrimin e kontrolleve tatimore, agjencitë që ndërmjetësojnë shitjen e pronave kanë çuar edhe një letër ankesë për mënyrën se si tatimet po operojnë në aksionin që ata po kontrollojnë tek këto agjenci. Apo të cënohet imazhi i tyre përmes këtyre kontrolleve që po ushtroni tani? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Kontrollet tatimore të ushtruara nga administrata tatimore në fakt nuk kanë për qëllim të cënojnë imazhin e asnjë biznesi. Kontrollet tatimore kanë për qëllim të sigurojnë zbatimin e ligjit, kanë për qëllim të sigurojnë konkurrencën e ndershme. Nëpërmjet kontrolleve tatimore, ne po përpiqemi jo vetëm të ulim informalitetin, por nga ana tjetër të mbrojmë edhe të gjithë konsumatorët shqiptar. Unë besoj që korrektësia dhe transparenca
e të bërit biznes, në fakt rrit reputacionin e bizneseve dhe specifikisht të këtyre bizneseve që operojnë në këtë sektor, sektor i cili është identifikuar si sektor me risk të lartë. Faleminderit. Mario Braga nga televizioni aty CNN, ndoshta më shumë për zotin Binaj, përveç se sa ndërtimit dhe turizmit, ka sektor tjerë cilët potencialisht përbëjnë risk për informalitet në deklarim, kujtojmë këtu një raport kontrollit të lartë të shtetit për tregtin online ku rekomandonte drejtorinë e përgjithshme të atimeve të kishte shumë fokus. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Patjetër përveç këtyre sektorëve kryesor që ishin ndërtimi, turizmi, siguria ushqimore që prapë do vazhdoj të jetë në qendër vëmendjes, tregtia online është një sektor tjetër që neve po përgatisim plane për të adresuar gjatë këtij viti. Janë duke mbledhur të dhëna qoftë nga bankat për pagesat që bëhen nga platformat digjitale, por edhe për tregtinë online dhe do adresohen nga drejtoritë tona specifike. Ndërkohë aksionet të tjera apo planet të tjera sektoriale kanë të bëjnë me ato që u filluan gjatë vitit kaluar, që ishte shitja e makinave, pra për atë është duke konkluduar faza e parë me 100 individ, me rezultate mjaft të kënaqshme, ndërkohë që do të vazhdojmë me të njëjtin intensitet gjatë këtij viti. Ndërkohë është identifikuar me risk edhe shitja e aksioneve, pra aksionet që shiten midis individëve për kompani të ndryshme, por që nuk reflektojnë vlerën e tregut. Administrata timore zhvilloi një model për të bërë vlerësimin e këtyre transaksioneve dhe do adresohet gjatë këtij viti, sepse është konsideruar edhe ky sektor me risk. Faleminderit. Djamila Leka, gazetare nga televizioni Skan. Zoti Ministër, ashtu sikur se ju e deklaruat bashkë me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve, por nga ana tjetër është reflektuar dhe më parë që qeveria apo administrata tatimore ka ndërmarrë nisma me fokus uljen e informalitetit. Aktualisht, mos ndoshta Ministria e Financave apo qeveria duhet të ndërmarrë një qasje tjetër ku fokusi pikërisht jetë ulja e informalitetit dhe nga ana tjetër, cila duhet jetë ajo risia, apo çfarë duhet bërë ndryshe që të ketë rezultate dhe nga ana tjetër të ketë arritje të objektivave të synuara. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Atëherë së pari, Shqipëria po avancon në proceset integruese në Bashkimin Evropian dhe në këtë linjë gjithashtu po bën dhe përafrimin e gjithë kuadrit ligjor, fiskal dhe qasjes së saj me të njëjtat praktika që aplikohen në Bashkimin Evropian. Ndaj edhe qasja jonë, në raport me të gjithë subjektet tatim paguese, siç e thash edhe në fjalën time, është në kuadrin e ndërgjegjësimit të tatim paguesve fillimisht, edukimin e tatim paguesve dhe kontrollet ushtrohen vetëm mbi bazën e vlerësimit të riskut të subjekteve specifike. Unë e përmenda në fjalën time, që qëllimi jonë nuk është ndëshkimi i bizneseve, qëllimi jonë është formalizimi i ekonomisë dhe rritja e deklarimeve reale që ushtrojnë këto subjekte tregtare. Duhet keni parasysh dhe po të bëni dhe një analizë se si ka evoluar numri i kontrolleve në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve gjatë 5 vjeçarit fundit, do të shihni që kemi një rënje drastike të kontrolleve në terren që kryhen për subjektet tregtare, ndërkohë që kemi një rritje të efikasitetit të këtyre kontrolleve, që do të thotë me efikasitet rritje të vlerës së gjetjeve që gjenerohen nga kontrollet e ushtruara. Në 140.000, rreth 140.000 tatim pagues që janë të regjistruar pranë administratës tatimore, gjatë një viti ushtrimor, në vitin e fundit ushtrimor, janë kryer rreth 4% ka qenë numri i kontrolleve të ushtruara në terren. Pra, dhe njerë, ne tentojmë të ndërgjegjësojmë tatim paguesit dhe prandaj ndërmerren fushata ndërgjegjësuese përpara se sa të vijohet me kontrollet në terren, të edukojmë tatim paguesit dhe më tej bëhet vlerësimi në bazë risku për kontrollet që do të ushtrohen. Faleminderit. Përshëndetje, Eliza Gjediku nga Report Televizion. Fillimisht për drejtorin e tatimeve, cilat janë garancitë që ka administrata tatimore që bizneset
nuk do bien përsëri në evazion pasi të mbyllet kjo fushat që ju keni ndërmarrë, sepse edhe në vitin e kaluar më shumë se 260.000 punonjës i rritën biznesi rritën pagat e punonjësve, por si duket situata nuk u zgjidh. Dhe së dyti, a do të jetë në fokus të kontrolleve tuaja edhe në deklarimi i çmimit real të shitjeve të pronave? Dhe një pyetje për ministrin, ndoshta pak jashtë temës së ndërtimit, sa i takon procesit të rivlerësimit. Gjithë qytetarët në fakt po prisnin që të kishte nisur që në janar procesi i rivlerësimit, por ende udhëzimi nuk është gati. Kur pritet që të jetë udhëzimi gati dhe që të fillojë implementimi i procesit? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Pra nëse kujtojmë që ndodhi vitin e kaluar, pra ka qenë në nëntor që ne filluam një fushat informaliteti për pagat, e cila përfshiu një gamë më të madhe subjektesh. Patjetër ai aksion dhe rezultate të prekshme, pra gjatë dhjetorit ne arritëm të siguronim një rritje të pagesave që ishte me rreth 10 milion euro në muaj, e cila vazhdoi për gjithë vitin, pra vazhdoi monitorimi i listë pagesave gjatë gjithë vitit dhe subjektet të cilat suan ulje për pasi e rritën e ulën pagat u adresuan përsëri nga drejtoritë tona të riskut dhe të kontrollit duke u tërhequr vëmendje pra pse keni ulur, çfarë po ndodh dhe pastaj dhe më tej me kontrolle. Pra, garanci në punën e tatimeve patjetër që nuk ka, por ne kemi besim tek ajo që ne bëjmë çdo ditë, pra që është edukimi, informimi, kontrollet dhe qasja që patëm vitin e kaluar, pra duke informuar paraprakisht në masë të madhe, pastaj duke bërë kontrolle specifike në ato subjekte që rezultonin me risk të lartë, na dha rezultate të prekshme. Fokusi te ndërtimi është për faktin sepse neve domethënë e shohim çdo ditë që pagat janë shumë të ulta krahasuar me atë që realisht to profesione kanë dhe nuk kemi arritur aty ku duhet. Dhe prandaj puna jonë për të formalizuar ekonominë është një proces i vazhdueshëm, një përpjekje e vazhdueshme, e cila ka momente të ngritjes me aksione specifike, por kjo nuk do të thotë që basi mbyllet aksioni, puna jonë ndalon, pra vazhdon me monitorim, vazhdon me kontrolle me rrisje, në mënyrë që të mbahet i njëjti nivel formalizimi apo dhe të rritet në mënyrë të vazhdueshme. Faleminderit. Në nderuar në lidhje me pyetjen tuaj, ligji i rivlerësimit siç e dini u miratua me paketën fiskale. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Faleminderit. Një pyetje zoti ministër, Eriola Jata, News 24. Në fakt, përveç ndërtimit, kemi një sektor tjetër të rëndësishëm, siç janë sigurimet. Sigurimi i detyrueshëm nga tërmetet. Vetëm pak kohë më parë, më saktësisht në muajin dhjetor, jeni shprehur se jeni duke diskutuar një draft që pritet të miratohet. Thatë në muajin dhjetor që do të miratohej brenda muajit dhjetor, por ende nuk është miratuar. A do të ketë një prim për qytetarët, sepse ka shumë interes për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet dhe çfarë do të përfshihet përveç do të jenë përmbytjet dhe zjarret që në fakt kanë qenë të shpeshta në vendin tonë këto kohë të fundit dhe pyetja e dytë, a keni ju si Ministri Financash një përmbledhje financiare se sa kanë shkuar përmbytjet? Keni një faturë dëmeve nga përmbytjet? Ju faleminderit. Ju faleminderit për pyetjet e shtruara. Për sa i përket ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, ne kemi përfunduar të gjithë proceset e nevojshme të konsultimit si me palët e interesuara, pra me palët e treta, por edhe brenda kabinetit qeveritar dhe shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Për sa i përket primit, primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar. Natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin, do të subvencionohen nga ana e shtetit dhe besoj që do të jetë një ligj shumë i mirë për vetë faktin sepse primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Pra do të ketë një shoqëri
e cila aksioner do të jetë shteti dhe do të menaxhoj primin e detyrueshëm për sigurimin nga tërmeti. Për sa i përket fatkeqësive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj, pavarësisht se për çështjet e përmbytjeve kemi parashikuar diçka e cila pasaj më tej mund të shtjellohet me aktet nënligjore, por për momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Për fatkeqësitë e tjera natyrore do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku me zona, sepse nuk mundet përcaktojmë një sigurim të detyrueshëm për përmbytjet në zona ku nuk kemi përmbytje, zonat malore për shembull, sikundër edhe me zjarre do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku, cilat janë ato zonat të cilat përballen më shumë me fatkeqësitë natyrore siç janë zjarret. Për sa i përket pyetjes fundit, e cila lidheshte me përmbytjet, jemi ende, pra Ministria e Bujqësisë së Bashku me pushtetin lokal është ende në vlerësim përkatëse që po bën për të pasur një faturë finale se sa do të jetë vlera e faturës me të cilën shteti shqiptar do të kompensojë tokat e përmbytura. Faleminderit juve. Përshëndetje, Sabina Nika nga MCN Televizion. Për ju zoti Binaj, së fundmi bizneset kanë shfaqur probleme për sa i përket fiskalizimit të faturave dhe a keni ju një mënyrë për të operuar në rastet kur bizneset hasin probleme për sistemet të ndërvarura nga sistemi Albania ose Agjencia Shoqërisë së Informacionit dhe Kombëtar. Edhe për ju zoti Ministër i Financave, zoti Malaj, për sa i përket Parku Durana, keni kërkuar ju një analizë të aktivitetit për sa i përket mediave që kanë raportuar se së fundmi aty ka shumë biznese të pataksuar, pra që nuk taksojnë dhe kanë të bëjnë me personat të cilët tashmë janë marrë edhe në shqyrtim dhe në hetim nga struktura e posaçme e antikorrupsionit. Faleminderit për pyetje. Atëherë, paraprakisht doja thosha që sistemet tona janë nga më të avancuara që mund të ketë dhe ne jemi në zhvillim të tyre të vazhdueshëm, duke përfshirë dhe teknologjinë e inteligjencës artificiale. Patjetër që në punën tonë ka dhe momente gjatë zhvillimit që sistemet mund krijojnë probleme, kjo ndodh kudo, dhe ato adresohen nga strukturat tona të IT-s me përgjegjësi maksimale për të ndihmuar bizneset në punën e tyre. Në lidhje me kur këto problematika ndodhin, patjetër që bizneset kanë mundësi që të dhënat që ato nuk janë në gjendje të raportojnë në sistemin ton të fiskalizimit, ti mbledhin dhe ti raportojnë në një kohë të dytë. Faleminderit. Për sa i përket subjekteve të cilat janë tashmë subjekte të regjistruara në Parkun Durana, ka një kuadër ligjor që është i mirë përcaktuar se kush janë subjektet që përfitojnë dhe çfarë dokumentacioni do duhet të paraqesin në mënyrë që të përfitojnë nga lehtësirat fiskale që ofron Durana tek Park. Këto subjekte kanë qenë objekt analize nga kompania AIC-ja apo autoriteti përkatës që ka bërë vlerësimin përkatës, pasi ka bërë vlerësimet e këtyre subjekteve, lista e subjekteve përfituese i përcillet administratës tatimore pas një analize të thelluar dhe vendoset nëse do të përfitojnë apo jo lehtësirat tatimore. Megjithatë, marrja e lehtësirave tatimore nuk i përjashton autoritetet tatimore që të shkojnë dhe të kryejnë kontroll nëse vërejnë që ka parregullsi në ushtrimin e aktiviteteve nga këto subjekte. Faleminderit.